mbështetë zotin Basha? Jo, s'ka mbështetë zotin Basha. Jam përgjigje ftesës për të kthyer në PD-n. Ti vazhdon po tjetër pyetje, çdo një muaj do prapë një përgjigje do të jap. Po bëj si ta 500. Ku është Basha? Nuk e di. Ore, këta nuk e di, këta nuk e njoh këtë tore. Nga ta di ku është Basha, më fal. Unë s'e kam as vlla, as kurnatas, motra, as teza. Kurnata ka një tjetër atë? Po çfarë po kam di ku është Basha, dhe pyet ku është Basha. Ç'mund të di ku është Basha? Unë di ku është familja ime, miq. 1500 vota. Edhe një herë, Landi. Unë jam kthyer në PD mbas ftesës për një viti Lulzim Bashës. Dhe jam kthyer për disa çështje që kishin të bënin me një PD ndryshe nga ajo që ishte deri në atë kohë. Qoftë me të, dhe ti beson? Qoftë me Servi, unë nuk besoj, unë besoj gjërat e mia, nuk besoj të dynjaja. Po ti vajte atje te Basha? Po, vajte te Basha ju marrë. Kjo është gjykimi më simplist, ja këtë gjykim bëhet militantë të PD-s. Një pjesë, shkoj këtu, shkova atje. Unë nuk bëj lëvizje mekanike, Lani, unë bëj lëvizje politike. Pse ç'm duhet Basha mua më i dobët ku kisha bëjshëm, po shkoja për veten time, kisha qendruar te foltorja, se e dija që ishte më shumë se këta, apo ja. Në ti e di që zoti Berisha më ka çuar njerëz për t'u bashkuar. Unë e kam mbështet foltoren, po s'kam mbështet kthimin e Berishës, dhe e kam thënë në kuvendin e 11 dhjetorit. Si do të funksiononte PD-ja? Një rast i shpërdoruar për herë dytë, mbas thirrjes që u bëra në 2018. I kam dalë borxhit dhe Berishës dhe Bashës dhe asaj partie 2 herë, 2018 dhe 2021 në kuvende, duke folur çdo javë për ditë. Nuk duan të dëgjojnë, vazhdojnë suksesen e të rinë, por mos e qahen, të rinë aty e qepin gojën opozitë, bashkë mua. Sepse nuk kanë dashur të dëgjojnë një herë. Pa mbylli, zip. Zoti Dashej dha dorëheqjen. Po, si drejtuesi i koalicionit dhe drejtuesi i partisë. Dhe i partisë. Po. Cili është komenti juaj? Komenti im është veprimi më korrekt që mund bëjë një politikan qytetar normal, i përgjegjshëm, që një përgjegjësi ndryshe nga ta tjerë që nuk njohin asnjë përgjegjësi. Njëri i han dardha, tjetri i vjedhë zgjedhjet. Ky është kundër modeli, edhe ajo që bëron ditën e parë. Çfarë ishte? Pranova humbjen. Dhe patjetër që qëndrimi im ditën e parë edhe i dashur mbrapa e ka vënë vështirësi PD-n, sepse tregon që prap, po se ka ca burra aty që kanë trun kokë, kanë fytyrë, kanë moral, dhe nuk janë pa shtyllë kurrizore dhe gënjeshtar patologjik siç janë ata të tjerët. Dhe këtë kemi bërë, këtë diferencë kemi bërë gjithë këto vite. Prandaj është për të ardhur keq që nuk votuam ne, po votuam prap, sepse ky model që s'ma përgjegjësi, nuk jep llogari, gënjen nga mëngjesi deri në darkë, humb çdo palëzjedhje dhe rri po aty prap. U rri si çimk në rroba njerëzve. Si çimk, ë? Po patjetër, po të hapësh dollapin, po është mbushur me çimka, të gjitha palto, xhaketa, se janë këta aty, aty. Nuk dalin më. I kanë shkatruar gjithë. Këta, kjo është PD-ja sot. Po si e parashikon PD-n atëherë ti? Po PD-n se parashikoj fare. Drejt shkrirjes, drejt shkrirjes? Absolutisht. Do një jeni dakord me zotin Topi, i cili thotë që e ka mbaruar misionin? Me sa duhet e ka mbaruar për vitesh, po ne nuk kemi dashur ta besojmë. Unë të paktën deri para 2 vjetësh, 3 vjet. Po me sa duket është i partisë ofron më asgjë. Por nuk parashikojnë të ardhmë të madhe për ta tjetër. Po thosë të njëjtën. Jo, do sepse situata shoh çik më keq në krau tjetër. Sa dhe është dhe krimi shumë i përfshirë, edhe korrupsion shumë i madh se në PD. Do flasim për po sot mban se është akoma ky gjati aty. Do kemi një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish publicitet, kthehemi sërish në bisedë me Edvin Kullurin. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimin Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Akinvest për mbështetjen që bën emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Zoti Kulluri, ju analizuat të djathtë dhe kryesisht Partinë Demokratike, por në kampin e majt, Partia Socialiste është ere 4, mandati 4 që fiton,
Dhe ju vazhdoni të jeni kritik, se thoni po në kaq mandate keni thënë që ja së shpejti këta do ikin. Të kam pasur që në vitin 2013 në studio, nuk e kanë dëgjatë të PS-s, nuk e kanë dëgjatë, ata kanë 16 vjet. E të narrojnë sa maret Olandi, me qëra fjallë. Tani ti, ky është urimi yt? Së urimi im. Jo, Jo, ti ke thënë në intervistat me mua që shumë shpejt Rama do ikë. Jo, këtë se di ka ke gjuar ti shumë shpejt. Po më e ke thënë? Po më nxirr pak atë. Unë të kam thënë. Ti thot më nxirr tani, ku të marrë misionin ta nxjerrë. Nxjerrë bre. Ku e kam thënë do ikë tani? Unë po them këtë. Që ky po qeverisë shumë keq. Që ngeftor keq o. Këtë ta kam thënë. Që ngeftor keq. Ne po çat bëjmë. Ka dhe viroza në çakulli, mos ke dëgjuar. Nëse ka mos kapi viroza doktorit, që të bërtasësh për revolucion. Jo, këtë do të thoshëm që edhe doktori është smur. S'kablin, po ishte smur nga tjetër që. Ajo që po duhet të them është që ky po qeverisë keq. Nëse ty të duket me që fiton qeverisë mirë dhe i bën mirë ti vendi, dakord. Por pse fiton ore? Si pse fiton? Pse fiton? Po qeverisë shumë mirë. E ke parë suksesin e mëdha të qeverisë, turizmi, kullat, Ore, hotelet, Partia Socialiste në 97, 2005, po. Eci me aq vështirësi. S'ka opozit më zotri. Si? Nuk ka opozit. Që në rregull mos e Rama. Tani po më vesh ti. Po jo, Rama është rregull. Rama është rregull. Po është rregull se s'ka opozit. Pra me s'ka opozit, Rama mund ta gri, mund ta vjedhë këtë vend. Bravo Landi. Po bëri opozit pra. Pa kjo, po mi ju ç'a bëni? Kush ju? Ju gazetarët për shkak. Se mi jam politikanë, unë gazetar. S'u kam unë me edhe një. Nuk mund të ketë njerëz të lumtur në të vend në këtë situatë. As të gëzuar, sepse ky vend po shkon keq. Nëse ty ky vend duket mirë, ose ky vend duhet shkojë keq me që nuk ka opozit, dakord jam. Po këtu ka një problem. Këtu po qeverisë shumë keq, jo keq. Do të që më habit më shumë pse nuk kanë frikë. Pse kanë gjysmë shokëve në burg. Atëherë po bëj një pyetje që lidhet me këtë që thatë. Pse marrëdhënien me ndërkombëtarët zoti Rama ka shumë të mirë? I ka shumë mirë, nga dallon që ka shumë mirë. Bësh samitin këtu në mes Tiranës, të kesh. Që samiti bëhet prej Ramës, domethënë ky i mbledh liderët e Evropës, për Rama ka një fuqi kaq të madhe, ky drejton Macronin, Scholz. Edhe një unë. Ç'a pyetje po? Po ç'a pyetje po? Po ai ka mbledhur pa, asin tjetër se ka. Po pyetje pse mbledh ti. Po nuk i ka mbledhur. Po ti, për them ti. Po ç'ma bet bana. Një eksponent tjetër. Do bën si eksponent më. Vetëm Edi Rama e ka bërë këtë. Kjo është fakt, nuk është faktim. Edhe shoku Enver mbajti fjalim të ka kemi partive në mos, 61, dy legjendat. Po ajo ishte e partive, nuk ishte presidentëve të edhe kryeministrave të Evropës. Ishte prekse shumë, i tregoi vendin gjithë revizionistëve. Çfarë jam aty tani? Tash. Këtu samitet nuk i thret dot Rama, se nuk ka asnjë autoritet të thrasë samit. Samitet i vendos Bashkimi Evropian se ku bën. Jemi dakord? Dhe kryeministrat dhe presidentët e BE-s. Pse mund të? Rama e shumë ta mund thrasë qeverinë në një hotel në Durrës apo në Vlorë, siç i mbledh gjithmonë. Kaç ka Rama autoritet për të bërë? Që tash do fillojmë të gënjejmë publikun, të themi që Rama thret u samitin e BE-s, i thret ky këta këtu. Jo, nuk e the, organizoj. Nëse do të thuash këtë, pastaj lëm flasë për futboll në një gjë tjetër. E organizoj, do të pyesë për futboll. Po çfarë kam organizimin? Organizimi mund të bëhet kudo. Ky çfarë kamarieri që çon bufen. Këtë flasë organizim. Apo ai që gjen hotelet. Jo, tu e di Rama se hotele në Bruksel. Jo, kjo është nga pikat më të forta të Tiranës. Më pikantja e gjitha kësaj është ajo që ai bën si ekzibicion i ekzibicion. Po mirë, në rregull. Nëse populli kënaqet me ekzibicionin, po vitet prona, tu futet dora në xhep për certifikat. Le të vazhdojnë se janë të lumtur, këtë po them. Si parashikon qeverisja në këto 4 vite? Nuk e shikoj mirë situatën e maxhorancës për shkak gjithë mbi ngopjes, e dyta duhet ditur çfarë zgjedhësh u bën, nuk besoj se do kenë legjitimitet kjo qeveri, njësoj si 2026. Dhe me gjitha duke parë qëndrimet e qarta ndërkombëtare që kanë ndikim të madh. Pse krahason me vitin 96? Sa pëlqen? Pak a shumë këto zgjedhje kanë qenë. Po si këto zgjedhje aty don urran deputet opozitë se ky është rre, ky bën presion. Tash ka ndodhur shumë gjëra të tjera në këto zgjedhje që nuk i themi dot publikisht. Se ato janë pastaj vepër penale. Thuaj vjen mos e lë kështu. Ato janë vepër penale. Pastaj shumë të rënda. Po fakti që ty dalin 4-5 kandidat të mbështetur hapur nga krimi organizuar, ty në parlament, do ti mendon se kjo i pëlqen ndërkombëtarëve? Dakord. I bie që është inkriminuar Brukseli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dgjoj. Ti në postimin e 3 ambasadës amerikane, se pati 3, ishte shumë e qartë. Partneritet strategjik me një vend ku cënohet liria e shprehjes, e besimit dhe zgjedhjes elektorale, nuk mund të ketë. Më trosh se kaq nuk kanë folur ndonjëherë.
Nuk e lidhni këtë me indiferencën ose me rënien e interesit, me uljen e interesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Shqipërisë? Se kuptova fare çfarë po thua prapë, se s'po e kuptoj. Do thonë, ju Pra, ti këtë tekstin do që unë ta grisë dhe të bëj tekst tjetër që ke qef ti ta shkruaj. Unë nuk i fshi dot postimet e Facebookut. Ta më thash, as ti Landi. Jo, Jo, mos të pyet një as mua fare. Po të riformuloj pyetjen. Atë, jo nuk e çfarë riformuloj, lexo tekstin edhe herë dhe kaq. Nuk mund bësh ti koment mbi tekstin nuk ekziston. Koment ta bësh mbi atë tekst. Pse zoti Kulluri? Mund ta hap prapë të lexoj. Pse zoti Kulluri ka 2 vjet Shtetit Bashkuar të Amerikës që nuk ka ambasador në Tiranë? Ja ta lexoj edhe një tekst me që nuk Po lexoj, s'ka Me që nuk pëlqen. Lexoj patjetër. Atë. Bravo. Po. Cilin prej deklaratave keni? Të fundi ishin 3 rresht. Po? Mbani mend. Bizë më të gjithë. Po, mos të krijojmë Jo, pauzë. s'ka problem, me që nuk u binde. Po jo, nuk ka diskutima, bindem as bindem unë që është bërë një deklaratë. Nuk ka lidhje kjo. Janë bërë 3 Ne rresht. po bëjmë koment mbi Ka dhe më keq se kaq. Ka për shembull që në ceremoni ceremoninë e kujt? nuk ka përfaqësues politik. Ceremoninë e kujt? Ja. 30 maj. Shtypja e fjalës, lehtësimi i emigrimit masiv, shënjestrimi i shprehjes besimit dhe minimi i zgjedhjes elektorale kërcënojnë vetë themelët e partneritetit transatlantik. Më shqip se kaq ka? Me këtë anglisht po deshe, the suppression of speech, facilitation of mass immigration, targeting of religious expression, and undermining of electoral choice threatens the very foundation of the transatlantic partnership. Besoj, frëngjisht nuk kem se theme, se di. Ja, frëngjisht nuk është nevojë. Kjo është